Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Burri më mbajti të mbyllur për 12 vite, askush nuk dinte asgjë. Nuk e di saktësisht në cilin moment filloi të më rri. Ndoshta kur la shtëpinë e prindërve për të ndjekur një dashuri që e besoja. Ndoshta kur i dhash dikujt të drejtën të më quante e imja. Ndoshta kur i hapa derën njeriu të gabuar dhe e mbylla pas vetes pa menduar 2 herë. Por e di shumë mirë ku përfundova, në një dhomë që s'kishte as dritare të vërtet. Në fillim nuk ishte ferr, ishte thjesht kontroll. Ai donte të dinte ku isha, me kë flisja, pse vonohesha, e quaja kujdes, e quaja dashuri, xhelozi. Tani e di që ishte paralajmërim. Thoshte se më donte shumë, aq shumë sa nuk mund të më ndante me askënd. Unë qeshja, më dukej shumë romantike. Ishte budallëku më i madh që kam bërë. Kur u martuam, filloi ngadalë, më kërkoi të mos dilja shumë, pastaj të mos takohesha me shoqet. Më pas të mos shkoja më te familja. Njerëzit e tu janë të ligj, më thoshte. Nuk duan të na shohin mirë. Gradualisht shkëputja u bë e plot. Nuk e kuptova as kur më mori telefonin përkohësisht, as kur më tha të mos punoja, as kur mbylli derën e shtëpisë dhe çelsin e mbante vetëm ai. Atë ditë qeshëm të dy. Mos u shqetëso, është për sigurinë tënde, më tha. Do doja t'i them vetes se atë ditë duhet i kisha ikë me vrap, por nuk ika. Dhe faktikisht aty filloi vërtet ferri im. Dhoma ku më mbante ishte brenda shtëpisë, por e padukshme për të tjerët. Aty ku dikur kishte planifikuar të bënte garderob, vendosi të krijonte këndin tim. Më la një krevat të ngushtë, një pasqyrë pa kornizë dhe një dritare të vogël me hekur. Thoshte se ishte për siguri, por ajo dritare nuk hapej, ishte thjesht për të më bërë të mendoja se kisha diçka. Në 2 vitet e para më lejoj të dilja vetëm në darkë, ecje të shkurtra rreth shtëpisë, gjithmonë me të. Më thoshte të mos flisja me njëri. Pastaj filloi të më thoshte se fqinjt nuk duhet të më shihnin sepse ishin xheloz. Pastaj filloi të dilte vetëm ai, derisa një ditë nuk më lejoj më të dilja fare. Koha në atë dhomë vinte dhe sa bëhej një vdekje pa shenjë. Shija dritën e mëngjesit si njollë të zbet që zjaste pak minuta. Nuk kisha orë, nuk kisha telefon, nuk kisha asgjë. Nuk dija a ishte hën apo e diel. Vetëm dëgjoja hapat e tij në korridor. Hapat e tij vendosnin nëse unë haja, nëse flija apo nëse flisja. Për 12 vite zëri i tij ishte i vetmi zë që dëgjoja. Më ndiste televizorin vetëm kur donte vetë. Kanale të përzgjedhura prej tij, fjalë të filtruara prej tij. Bota ime ishte a dhomë. Ai e dinte dhe e donte këtë gjë. Dhe më e tërmerrshmja është se askush nuk pyeti për mua. Mua më përpinte heshtja. Jashtë të gjithë besonin se isha larguar jashtë shtetit me të dhe bëja jetë të lumtur. Ai u kishte thënë të gjithëve se unë nuk kisha qejf të flisja me njëri. Dhe njerëzit e kishin besuar. Në vitin e 12 ndodhi diçka që nuk e prisja. Ai u kthye një natë vonë, i tensionuar më shumë se zakonisht. E kuptova nga mënyra si hapi derën dhe diçka kishte ndryshuar. E kuptova nga heshtja e tij, nga sytë që nuk më shikonin. Pastaj dëgjova sirenat. Dritat blu zun dritaren time të mbytur nga hekuri. Nuk e dija çfarë ndodhte, por pash frikën e tij për herë të parë. Frikën e vërtet. Ai u largua me vrap, nuk e mbylli derën deri në fund. E la të çelte pa e kuptuar. U përkula shty valet dhe dera u hap për herë të parë pas 12 vitesh. Nuk e kam ndier kur ajrin si atë natë, nuk e kam parë kur qiellin me atë ngjyrë. Edhe errësira kishte një aromë lirie. Isha e dobët me zi ecja, por dola jashtë. Policët më panë. Nuk dija si të flisja, nuk dija as emrin tim të plot. Më duhej kohë që të besoja se nuk do të më kthenin më brenda. Njerëzit pyesnin si ishte e mundur që askush nuk e kishte ditur. Nuk e din sa let fshien gratë në këtë botë, mjafton një burr i gabuar dhe një derë e mbyllur. Tani
nuk ka mendje përgjigje për shumë gjëra. Po mësoj të jetoj si njëri, jo si hije. Po mësoj të flas, të qesh, të dal jashtë. Po mësoj se njerëzit nuk duhen besuar verbërisht. Po mësoj se dashuria nuk është burg. Dhe më e rëndësishmja, po mësoj se as 12 vite ferri nuk mjaftojnë të shuaj një shpirt që vendos të jetoj përsëri, sepse unë jam gjallë dhe kjo është fitoria ime.